Mirëmbrëma, mirë se erdhët në sofrën e sotme në Albi UK TV, televizionin diasporës. Unë sot do t'jem me kryetarin e Unionit të Gazetarëve të Shqipërisë, zotin Aleksandër Qipa, dhe me zotin Neim Hasani, një avokat i mirënjohur në Londër. Do të flasim për situatën e emigrantëve në Londër dhe mbas ligjit të ri që do të miratoj parlamenti, apo e ka miratuar, nuk e di, dhe do të flasim dhe për poetin Arben Duka, në përvjetorin e ndarjes tij nga jeta. Mirëmbrëma, unë jam në lidhje Skype me të dy miqt. Mirëmbrëma Sandri, mirëmbrëma avokat. Mirëmbrëma, faleminderit. Mirë se erdhët në emisionin tim Sofra. Mersi. Unë thash pak për ta evituar ato fjerimet e gjata që mbajun, monologjet e gjata që mbajun, u futa direkt në temë. Situata në Londër është në Londër, në Mbretërinë e Bashkuar, në përgjithësi është pak e rënduar për emigrantët shqiptar. Janë bërë akoma objekt bisede në objekt diskutimesh në parlamentin anglez. Avokat, çfarë mendon avokat? Çfarë mund t'i thuash njerëzve? Në radhë të parë, dua t'i shpreh ngushëllimet e mia më të sinqerta nëpërmjet televizorit tuaj, siç e kam bërë sot gjithë ditën në media, familjarëve të atyre që kanë humbur jetën sot në këtë aksident tragjik, që është bërë tashmë ky udhtim nga Franca drejt Britanisë nëpërmjet kanalit Lomanshit. Me gomone është bërë një udhtim i përditshëm, që është një udhtim i rrezikshëm me pasoja si këto të sotmet. Po ashtu duhet ju uroj shërim të shpejt një numër të konsiderueshëm emigrantësh që kanë qenë në atë gomone kur është përmbysur dhe sot janë në spital, disa prej tyre në gjendje shumë të rëndë. Kjo është sa para për të nisur, një bisedë për një problem jashtëzakonisht shqetësues. Këta qenie njerëzore që vinë në këtë mënyrë ilegale, në mënyrë duke rrezikuar jetën e tyre, vazhdimisht e bëjnë për një arsye, e bëjnë se janë të dëshpëruar, e bëjnë sepse nga vendi ku vinë nuk kanë stabilitetin që dëshirojnë për vete, për familjet e tyre, dhe fatkeqësisht një numër i madh i këtyre emigrantëve të paligjshëm që zgjedhin të vinë në Britani në një udhtimet më të rrezikshme në botë me gomone, janë deri tani këtë vit 13.000 shqiptar. Është një këmban alarmi për gjithë ne si shqiptar. 13.000? Është një reflektim për gjithë politikën shqiptare, për qeverinë, për opozitën, për gjithë spektrin intelektual të Shqipërisë, se ku po shkojmë në këtë ritëm të largimit nga Shqipëria, pse po ikim shqiptarët, dhe çfarë duhet të bëjnë inteligjenca shqiptare në përgjithësi për të mbajtur shqiptarët në trojet e veta dhe padyshim për të kthyer në të ardhmen ata që ikun, që janë truri i Shqipërisë. Avokat, të jemi pak më konkret. Unë dëgjova që ka vdekur një djalë i ri me mbiemrin Ruçi nga Berati në Surrey. Çfarë dim më konkretisht për këtë? Dim në gjë më konkretisht? Unë nuk e kam të informacion, nuk përjashtohet se... Jo, është në median e lokale në Surrey. Surrey, ku dhe si shqiptohet? Në Surrey. Akoma identiteti i viktimave nuk është bërë i njohur zyrtarisht. Jo, ky është djegur një shtëpi bari atje dhe ky djali ka qenë brenda. Kjo është, nuk është lajm tjetër, është lajm tjetër, jo ai me gomone, ai incidenti tjetër çadoçi është incidenti tragjik me humbjen e jetëve në çfarë do rrethane, është një incident, është për të ardhur keq, padyshim, dhe kjo reflekton një fakt që një
pjesë e atyre që vinë në Angli, ndoshta, mund vinë për arsye që nuk janë ato që dëshirojnë shumë njerëz, por të reflekton një problem shumë të madh të shoqërisë shqiptare, pse po ikun një numër jashtëzakonshëm qytetarësh nga Shqipëria. Avokat, Mendoj që problemi kryesor nuk është Britania, problemi kryesor është origjina nga vinë emigrantë paligjshëm, në rastin ton Shqipëria, dhe duhet ta analizojmë pse po largohen nga Shqipëria dhe çfarë duhet bëj Shqipëria për të mbajtur qytetarët atje. Avokat, unë dua të kërkoj ndjes, dua të ndërpres 1 minutë, vetëm 1 minutë. Atëherë, shkaqet që vinë këtu ne i dim pak a shumë, po ajo që unë dua nga ju si përfaqësues i ligjit, si avokat që njeh më mirë ligjin, ju jeni një avokat me shumë eksperiencë në Angli dhe keni fituar edhe çështje, me fjalë që janë shumë të rëndësishme, që kalojnë në kasacion, nuk e di se si çfarë shkallë janë ato, ke fituar sipas asaj që di. Pra, juve tani, mbas këtij ligji që kanë nxjerrë anglezët, çfarë mendoni se do ndodh me shqiptarët këtu në Londër, në Britaninë e Madhe? Ata që janë ilegal flas. Qeveria britanike ka nxjerrë një ligj të veçantë, i cili një pjesë e tij është vënë në funksionim që dje. E para që është vënë në funksionim është drejtimi ose politika që duhet ndjekin punëtorët e Ministrisë së Brendshme britanike për të marrur vendimet në lidhje me kërkesat për azil dhe për kërkesat e atyre që aplikojnë si viktima të trafikimit të qenieve njerëzore në Britani. Ky është një ndryshim i menjëherë pas publikimit të politikës së re nga kryeministri Rishi Sunak. Tashmë në janar të këtij viti do të hyjnë në fuqi një pjesë e madhe e atyre që vendimeve që janë marrë dje, sepse nuk hyn në fuqi menjëherë, por ajo që do të them është se për sa i përket shqiptarëve, kryeministri ishte i qartë në prononcimin e tij që Shqipëria është një vend i sigurt, është antar partner idej i NATO-s me Britaninë, është kandidate për në Bashkimin Evropian, dhe sipas qeverisë britanike nuk ka asnjë arsye pse shqiptarët duhet të vinë, dhe ata që vinë për arsye ekonomike duhet të kthehen mbrapsht menjëherë. Ky është ligji për të cilën do të veprohet, që faktikisht është vënë në veprim që dje, një pjesë e saj, po pjesa më e madhe do hyjë në fuqi në janar vitit ardhshëm. Sandri, Po, është Shqipëria një vend i sigurt? natyrisht në planin e përgjithshëm është një vend i sigurt. Në planin e të dhënave policore, Shqipëria nuk ka diferencë me vendet e tjera, jo vetëm të rajonit Ballkanit Perëndimor, por edhe vendeve europiane. Por Shqipëria nuk është një vend i sigurt kur bëhet fjalë për nivelin e të ardhurave financiare për familje dhe për individët. Jo në atë prizëm, nuk e kisha në atë prizëm. Ata e dinë që Shqipëria është akoma në epokën e gurit për anën ekonomike. Ne flasim në ana politike. Është një vend i sigurt Shqipëria? Është një vend i sigurt dhe ne nuk kemi arsye pse të themi të kundërtën kur ne shohim që autoriteti i forcave të sigurisë në vend është i padiskutueshëm. Në Shqipëri nuk ndodhin episode të cilat mund të jenë alarmante për sa i përket sulmimit të personave në skajet e ndryshme të atë dheu. Shqipëria është një vend që kontrollohet nga forcat e rendit, është një vend që garanton në të gjitha rastet madje treguesit e zbulueshmërisë së krimeve janë nga më të lartat në rajon, dhe kjo është një gjë që s'ka lidhje me qeverisjen, ëh. Kështu ka qenë edhe në 2010-ën. Kështu është edhe në 2013. Forcë politike është në pushtet. Pra, nuk kërkoj që të mos kem paragjykime se s'më intereson fare përkatësia, por në rastin konkret Shqipëria është një vend nga më të sigurt në Evropë. Këtë e them me përgjegjësi, unë jam njeri që lëviz në vende të ndryshme. Je sigurt? Po, jam shumë i sigurt. Po si ka mundësi gjithë këto njerëz që kërkojnë strehim politik, nuk flas për ata që janë ekonomik, flas
për ata që kanë probleme të ndryshme ligjore dhe pastaj detyrohen të largohen nga Shqipëria. E para njerë, këtë problem e njoh edhe si gazetar dhe nga pozita e reporterit, sidomos kontributor në disa nga raportet më të rëndësishme ndërkombëtare për lirinë e medias. Në Shqipëri nuk ka përndjekje politike, çdo pretendim i tillë është abuzant dhe nuk është i paqëndrueshëm. Në Shqipëri nuk vritet njeri se mendon ndryshe politikisht dhe sillet ndryshe politikisht. Po nuk vritet me pluma, po vritet në forma të tjera. Po cilat janë ato forma se? Persekutimi politik nuk mund bëhet vetëm se të del një avnirus të përpara dhe të fut plumin ballit. Persekutimi politik bëhet në miliona forma të ndryshme. Çështjet, ju po flisni për demokraci, nuk po flisni për persekutimin. Demokracia në Shqipëri është hibride. Dhe nuk është një demokraci e maturuar, nuk është një demokraci e pjegur. Por lirit themelore në planin e përgjithshëm janë të mbrojtura nga kushtetuta, janë të mbrojtura nga institucionet, janë të mbrojtura nga segmentet e shoqërisë, nga pluraliteti funksional dhe jo funksional i shoqërisë, se fatkeqësisht janë të dy aspektet, dhe në pikpamjen juridike të fjalës janë kryekëputë të mbrojtura. Unë nuk di që të ketë përndjekje politike në Shqipërinë e sotme. Në Shqipërinë e sotme ka pakënaqësi politike, por përndjekje politike do të thotë që... Pakënaqësi politike mund të ketë, po unë di që ka dhe persekutim politik. Avokat, sa raste dini ju që ka ndjekje politike ose persekutim politik të njerëzve që kërkojnë azil në Angli? Në një anë, në përgjithësi nga ana e përkufizimit jam dakord me zotin Qipa, se në përgjithësi Shqipëria është vend i sigurt nga ana politike që shteti drejt për drejt nuk është persekutor, domethënë, nuk shkel të drejtat e individëve në mënyrë të përgjithshme. Problemi i madh i shoqërisë shqiptare dhe i sistemit të ngritur në Shqipëri është sepse mos funksionimi i ligjit, niveli i lartë i korrupsionit, mos funksionimi i drejtësisë, mos dënimi i elementeve kriminal, mos marrja e drejtësisë, mos adresimi i problemeve të viktimave të gjakmarrjes, viktimave të trafikimit, viktimave të hakmarrjes në grupe kriminale të ndryshme, mungesa e ligjit ku një person i cili bën disa vrasje vdel më shpejt se një person që s'ka paguar dritat, do thosha në rastin më ordiner. Janë probleme të jashtëzakonshme të shoqërisë shqiptare dhe padyshim në qoftë se një person nuk kërkon mbrojtje nga shteti dhe shteti nuk mund t'ia garantojë një gjë të tillë, për arsye sepse në qoftë se për shembull është një të them një rast, në rast se ka ndodhur një vrasje për hakmarrje, për gjakmarrje, për arsye të ndryshme dhe shteti në vend që ta dënojë vrasësin dhe të marrë dënim siç merr në Britani, minimumi 43 vjet, burg dhe pa mundësi që të dalë, por fatkeqësisht mrena 2-3 viteve e një personin del për jashta dhe në këtë rast nuk është vetëm një problem ai që ka bërë vrasje, por familja e tij, edhe viktima dhe familja e viktimës dhe shteti bën se hir. Këta janë probleme të rëndësishme të shoqërisë shqiptare që kanë të bëjnë me funksionimin e ligjit, me mbrojtjen e individit, mbrojtjen e jetës, sigurimin e lirive themelore të qytetarëve siç është drejta për të marrë drejtësi dhe për të qenë barabartë para ligjit. Kjo është problemi i korrupsionit në çdo qeliz, mundësia për të folur lirshëm, pa asnjë lloj problemi. Ne mund të qush liri të fjalës duke thënë se unë nuk jam dakord me qeverinë ashtu, por në qoftë se ti përballesh, ku diun, jo në qeveri, në opozita, por kudo që të jetë, kundër elementeve që janë establishment, që kanë me 30 vite që drejtojnë Shqipërinë, besoj ndoshta mund të kesh problem, po rastet që konkrete që thamuni është funksionimi i shtetit të së drejtës është problemi numër 1, niveli i lartë i korrupsionit është numër 2 dhe respektimi i të drejtave dhe lirive qytetarëve dhe barazdisë së shtetasve është një problem i jashtëzakonshëm dhe për këtë arsye një numër jashtëzakonshëm, një numër qytetarësh shqiptar i drejtohen
Britanisë apo dhe shteteve tjera duke kërkuar azil, duke kërkuar mbrojtje ndërkombëtare sepse nuk gjen mbrojtje në Shqipëri. Më lejoni të bëj një ndërhyrje. Po. Në vitin 1998 unë kam pasur statusin e korespondentit të BBC-s për seksionin Shqip dhe më është dashur që në mënyrë të përsëritur të bëj më shumë se 3 intershipe në Londër, pranë Bush House. Dhe në atë periudhë ishte periudha kur përgatitej terreni i konfliktit në Kosovë. Në 99 ju e dini ndodhi lufta në Kosovë. Dhe çfarë ndodhi? Shqipëria kishte kaluar 97-ën. Në Londër ishin dyndur shumë njerëz, kryesisht të rinj, të cilët kishin implikime në situatën e trazirave të 97-ës. Dhe një pjesë e tyre paraqiteshin pranë zyrave të avokatisë së Londrës dhe në gjykatat dhe kryesisht në zyrat e emigracionit huaj pranë Foreign Office-it për të ndjekur procedurën e kërkimit të azilit politik. Dhe jo pak prej tyre identifikoheshin jo si shtetas të Shqipërisë, por si banorë të Kosovës. Dhe ka mjaft barsaleta reale, të cilat qarkullonin në mjediset e gazetarëve dhe të reporterëve që raportonin atëherë nga Trafalgar Square apo nga mjediset e tjera. Ka dy gjëra për cilat, më fal, jo më kot për sjell këtë gjë. Në shumicën e rasteve, dhe këtë e them me përgjegjësi, nuk e them vetëm thjesht si një dieni teorike, po një dieni praktike. Në shumicën e rasteve, persona të cilët kërkojnë një mjedis pune shumë herë më të leverdishëm në Britaninë e Madhe se sa në Shqipëri. Ne dim shumë mirë që nivelet statistikore të shpërblimeve dhe pagave ditore dhe mujore janë të papërpullshme midis Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe. Sado që e lartë është kosto e jetesës, të ardhurat aty janë më të larta se sa në Ballkanin Perëndimor. Po është dhe Gjermania, pse nuk shkojnë në Gjermani, pse nuk shkojnë në Holland, pse nuk shkojnë në Suedi, po vinë në Shqipëri. Po ta them po me kaq përgjegjësi, Adi, se shumë prej emigrantëve shqiptarë që kanë qenë në Itali dhe në Greqi tashmë po zhvendosen në Gjermani, në Francë, në Amerikë, në Australi dhe në vende të tjera. Dhe flas me statistika, nuk flas në mënyrë teorike. Pra, nga viti 2010 deri në 2022 që po mbyllim tashmë në dhjetor, treguesit e zhvendosjes si emigrantëve shqiptarë që kanë pas ndënjur më shumë se 20 vjet në Greqi dhe në Itali janë vërtet nga më të evidentët. Këtu dalim te një problem që unë jap të drejtë avokatit, që shteti jonë nuk e ndjek emigracionin në mënyrë institucionale, që të studiojë lëvizshmëritë, nevojat e qarkullimit të tij, të ndjej dhe të ndjek ato që quhen zhvillimet integruese dhe prosperuese të emigracionit shqiptar, sepse në këtë pikë ne nuk kemi një shtet të kujdesshëm. Dhe kjo është fatale, jam dakord. Por, dhe këtu besoj do të më mbështes këtë argument që po i servir avokatit, sepse ai ishte në një marrëdhënie më korrente me gjykatat edhe me zyrat e avokatisë. A e din ti që shumë prej shtetasve të Shqipërisë, të cilët vinë dhe kërkojnë azil politik në Britaninë e Madhe, në shumicën e rasteve përdorin arsye alibike, që do të thotë ata çështjen e hakmarrjes apo gjakmarrjes shpesh e kërkojnë duke kërkuar në mediumet e Shqipërisë publikimin paraprak të ngjarjeve sikur kanë përndjekje për gjakmarrje, për hakmarrje dhe për ta përdorur këtë si një argument juridik në kërkesën e tyre. Por këto nuk kanë bëjnë. Por natyrisht që po. Dhe kjo është e padiskutueshme. Këtë unë e them me përgjegjësinë e një gazetari që e ndjek në terren. Padyshim që ka gjëra të tilla, patjetër. Po nuk janë pak. Dhe e dyta, në Shqipëri nuk ka përndjekje politike siç i kemi pasur në momentet më kruciale të tranzicionit postkomunist në Shqipëri, apo në periudhën e parë të shembjes së komunizmit. Nuk janë, çdo pretendim i tillë është i pasinqert dhe unë e them me përgjegjësi qytetare këtë dhe natyrisht dhe me përgjegjësi profesionale. Ndërsa unë kundërshtoj sepse them që ka. Adi të lutem, në Shqipëri ka dy probleme që mund të japin të drejtën. Po, në marrëdhënien e personave që kanë pasur kontakte apo kanë pasur atakime me grupet e strukturuara kriminale në Shqipëri, me organizatat kriminale, ata natyrisht që janë të kërcënuar dhe meritojnë të marrin një status mbrojtëse. Jo, unë mendoj që më dëgjon. Po, të ju dëgjoj. Shteti shqiptar e ofron, por procedura për ta fituar këtë mbrojtje është kaq e gjatë, kaq komplekse sa është e vërtet kjo. Por Sandri, ndërsa unë gjykoj që persekutimi politik
nuk do të thot, e përsëris dhe njerë në atë krahasimi që bëra, nuk do të thot që duhet dali një Avni Rustem apo një atentator dhe të heqi qafe në rrugë. Persekutimi politik bëhet në mira forma. Të lëm pa punë, të heqin të drejtën e ushtrimit profesionit tënd, të fusin dhe në burg në forma të ndryshme. Ja. Po mima, unë nuk Arti, sa për sqaruar, falë, zotë Cipa, sa për sqaruar një që. Persekutim politik në Shqipëri, në përgjithësi, në konventin ndërkombëtar, në konventin e Kombit Bashkuar për Refugjatët, quhet qartë çfarë është persekutimi politik. Është një akt i shtetit kundër një individi për të shtypur mendimin ndrysh. Po pra, shumë bukur avokat, ndërkohë një aktivist, nuk pranohet në përgjithësi se Shqipëria si shtet e pranon si mjet, domethënë persekutimin politik. Nuk është një gjë e tillë, janë elemente avokat, po asnjë hajduti nuk thotë që jam hajdut, avokat. Asnjë kriminal nuk pranon fajin e tij, edhe shteti në rastin ton. Mos kujto se është shteti i kohës Enver Hoxhës që të thoshte po të futa në burg se ishte kundra meje. Jo, ky shtet sot që është në Shqipëri, ndash në kohën e Saliut, ndash ky tani është e njëjti gjë, se nuk ka ndryshuar në gjë të madhe, të njëjtin mentalitet kanë ata. Ata të heqin nga puna, nuk të japin mundësi të punosh, nuk japin mundësi të ushtrosh aktivitetin, edhe nëse ke një aktivitet të bin të atim taksa, të mbysin me taksa. Pra, të heqin çdo lloj shpresë mundësie për të punuar, për të jetuar. Dhe në rast se nuk e arrin këtë të fusin dhe në burg në forma të tjera. Pra, kjo lloj gjë, unë nuk them se kjo është masive, ama ndodh. Dhe unë nuk besoj Sander se je kundra këtij mendimi që kam unë. Kësa raste unë jo. Unë vetë jam një ndër to, por nuk dua të hyj ana personale. Ka të tjerë plot. Adit, atëre duhet bjem dakord për konceptin. Së pari, është e vërtet që në qoftë se ti ke pas rastin që të kanë larguar nga një vend pune në administratën publike dhe kjo është bërë për shkaqe politike, natyrisht që meriton të denoncohet edhe nuk di unë se sa ke ndjekur procedurën e denoncimit dhe mbritjes çuarisë së saj në gjykatë etj. Dhe unë nuk po flas në mënyrë absolutiste, se nuk e kam as në natyrë dhe as në ndërgjegje absolutizimin. Por po flas për diskriminimin politik, i cili të mund të çojë në reagime masive dhe në tendenca masive për emigrimin me arsyen dhe pretekstin politik. Kjo gjë mungon. Në thelbin e vet, rinia shqiptare ikën se nuk gjen atë mjedis pune që i jep ato të ardhura që do të donte, jo vetëm të gëzonte jetesën ditore, por të garantonte edhe kursime për ardhmërinë dhe shumimin e jetës brenda familjes. Këto nuk garantohen në tregun e punës në Shqipëri. Por Shqipëria është një vend që sot, të paktën jo vetëm nga pikpamja statistikore, por nga gjithë poroncimet e kategorive të marrëdhënieve të punës, është një vend që ka nevojë për fuqi punëtore në sektorë të ndryshëm. Je në një linjë në sintoni me kryeministrin Rama. Jo, unë nuk e di që mendon në kryeministri në rastin konkret. Por unë jam një njeri që lëviz pothuajse çdo muaj në gjitha skajet e Shqipërisë. Jo, të lutem. Unë e vlerësoj shumë opinionin tënd. Të lutem, unë flas. Operatorët turistik në Shqipëri në të gjitha mediumet tona bëjnë kërkesa publike për fuqi punëtore, duke filluar nga kamarierët për rizorte turistike, duke filluar nga përshërbimet që bëhen plotësuese që janë brenda rizorteve dhe kryesisht në sezonet turistike etj. Pra, këtë nuk e thot kryeministri, e thon operatorët turistik. E dyta, ne jemi vërtet në sektorin e medias, por dhe media në Shqipëri që ka aq shumë probleme, në pikpamjen e fuqisë punëtore, po të shikosh, sot ka disa media që thotë nuk na vijnë sepse pagat që kemi ne janë të pamjaftueshme për të jetuar personi. Dhe pra në këtë sens, këto janë mospërputhshmëri, paradokset e tregut të punës të Shqipëri nuk mund të jenë një arsye për përndjekje politike. Unë këtë duhet të them. Nuk ka të bëj fare me qasjen që ndan kryeministri apo që ndan dikush tjetër nga politika. Absolutisht, zoti Qipa, dhe do të thosha që ata persona që vinë në Britani për arsye ekonomike, për një jetë më të mirë, nuk mund të qëndrojnë këtu.
ligji britanik nuk është i dizenjuar për të pritur emigrant ekonomik që vinë për të përmirësuar standardin e jetesë. Nuk ka në Angli një ligj të tillë, nuk ekziston dhe nuk besoj që do ekzistojë për një kohë gjatë. Problemi i madh është sepse ndoshta edhe një numër qytetarë shqiptar duhet të emancipohen me atë që nuk mund të vish në Britani të hypesh në gomone të vish për të punuar. Nuk ekziston ligji i tillë. Nëse ekziston në Greqi, në Itali, në Francë, Gjermani, ndoshta aty ekziston, por në Britani ka shumë pak. Ishte një emision tjetër në një televizion të Shqipërisë me sa pash 60 veta kishin marrë leje nga Shqipëria për të ardhur për punuar në punë sezonale. Kur Britania ka nevojë për miliona punëtorë për arsye të boshtrekut që ka krijuar Brexit. Ndoshta qeveria britanike duhet ta shikojë me kujdes edhe hapjen e tregut të punës tani që ka dalë nga Bashkimi Evropian. Avokat, dua të ndërpres një minutë. Të ndërpres një minutë. Atëherë, unë jo më kote bëra pyetjen dhe kërkoha mendimin tuaj që nga ana politike, pra kandidatët që mund të vinë këtu të kërkojnë azil politik janë të pakët mos them zero. Apo jo? No, absolutisht, nuk është të vërtetë ajo. Ka shumë njerëz që kanë arsye të ndryshme. Pra, shqiptarët largohen nga Shqipëria për arsye ekonomike, arsye politike nuk ka. Absolutisht, mund të pajtohemi një koncept të tillë. Ka shqiptarë që kanë probleme të jashtëzakonshme dhe shteti shqiptar e ka jo se s'don, po e ka të pamundur të mbrojë. Dhe jam i sigurt se zoti Çipa është një ditë një të rasteve të eksponentëve në Shqipëri që kanë probleme të jashtëzakonshme dhe nuk mund të thotë ashtu se shteti shqiptar dhe drejtësia shqiptare është në një nivel të tillë që t'i garantojë atyre sigurinë, mbrojtjen personale atyre dhe familjeve të tyre, sepse i tillë është shteti shqiptar dhe është dobësia e funksionimit të drejtësisë që është një nga arsyet pse ata largohen me familjet e tyre për problemet e ndryshme që kanë në Shqipëri. Por ajo që do them është që nuk duhet të ekzistojë Ti kur linja avokat. Tani nuk mundesh të vish tu për arsye pune. Atë do të thoja. Avokat, atëherë unë lexova në një lajm të shpërndar që vetëm student indian vinë në Londër 113.000, 123.000 në vit. Ka ndarë 405.000 emigrant të ligjshëm dhe të paligjshëm bashkë. Në Britani 43.000 janë të paligjshëm, nga këta 13.000 shqiptarë. Këto janë statistikat e këtij viti. Britani. Pra, mesazhi që unë duhet të përçoj dhe unë duhet dal step by step, dorë dorës. Duhet të përçoj tek njerëzit që ka ikur koha e kamionave, e gomonëve, etc., sepse këto nuk po duan më njeri këtu. Apo jo? Britania ka marrë një vendim për të dalë nga Bashkimi Evropian dhe qëllimi kryesor i daljes nga Bashkimi Evropian ishte eliminimi i emigracionit, ulja e kuotave të emigracionit, prandaj kanë dalë nga Evropa. Nuk besoj Shqipërinë në parlamentet cilësuan ka pas drejt apo jo që kanë dalë nga Evropa, ajo është një argument që mund ta bëjmë dhe zgjasim me orë, me javë. Shqipërinë sipas kryeministrit ton, sipas kryeministrit anglez, sipas të gjitha opinioneve është vend i sigurt. Atëherë, si do emigrojnë shqiptarët në UK, sepse në Bashkimin Evropian shkojnë me viza 3 mujore, 6 mujore, etc. Me Schengen. Por në UK si do vinë, sepse unë pash rradh të pafundme në ambasadë, nuk i përballon dot. Britania nuk ka një ligj të veçantë për shqiptarët që t'ju jap viza pune për të ardhur në Angli. Unë mendoj që zgjidhja nuk duhet vinë nga Britania, zgjidhja duhet vinë nga Shqipëria. Që shteti shqiptar, qeveria shqiptare, politika shqiptare, inteligjenca shqiptare të krijoj kushtet qytetarëve të Shqipërisë që mos kenë nevojë të marrin një udhtim si nga këta që shohim në ekran,
të luajnë me jetën dhe përfundojnë tragjedinë të tilla. Përgjegjësia direkte bie mbi qeverinë shqiptare, mbi shtetin shqiptar dhe padyshim mbi elitën shqiptare që duhet t'i jap zgjidhje këtij problemi, kthimin e shpresës së qytetarëve të Shqipërisë. Kjo që thoni ju avokat i përket mas 20-30 vjetëve, nëse në gjithë gjërat do shkoja për një reflektim të thellë. Përndryshe nuk do të ketë Shqipëri në një largim kaq masiv. Aktualisht shqiptarëve është vrarë shpresa dhe unë këtë nuk e vënë dyshim fare. Dhe në një vend ku vritet shpresa, ku digjet shpresa, njerëzit largohen. Por fatkeqësisht po ka humbje. Siç e pam Adi, mund të them diçka? Po Sandri je i lirë, je në sofër. Unë ndaj të njëjtën pikpamje me avokatin për këtë çështje. Shiko, kur filloi kjo vala e egzilimit në mënyrë të palishme të shqiptarëve përmes Lamanshit në Britaninë e Madhe, sa kohë ka? Po ju bëj një pyetje me që se jeni në... E kanë bërë me mjetet të tjera më parë dhe mbasi doli... Unë po them në mënyrë kaq masive. Po masive ka qenë gjithmonë, po çmimi dikur ka qenë 13.000 pound, 18.000 pound, 25.000 pound. Në momentin që dolën gomonet e organizuar nga kurdët, nuk e di se nga cilët, por jo nga shqiptarët, kur doli kjo me çmim 3-4.000 pound, atëherë 3-4.000 euro, 3-4.000 pound, atëherë u dyndën të gjithë. Pse? Sepse çmimi është i volitshëm. Aq lek i harxhon me shku në Gjermani një emigrant. Atëherë thanë po vim në Angli se këtu i lanë për një muaj ato lek. Punon dhe i lanë. Atëherë më lërë të shpreh diçka që mendoj është në të njëjtën linjë me atë çka pohoi avokati. Ky problem i cili po dimensionohet si një lajm ndërkombëtar dhe kryesisht në mënyrë të veçantë në gjithë mediumet britanike, meriton një reagim institucional. Qasja që publikohet prej qeverisë Rama ditët e fundit për një marrëveshje bilaterale midis Britanisë së Madhe dhe Shqipërisë, për ngritjen e njësie speciale e cila do të monitorojë problemin e emigrimit në mënyrë të palishëm. Vendosja e një personi i cili do të ketë statusin e të inkuadruarit special në pikat portuale dhe aeroportet e Shqipërisë, natyrisht në Rinas, se ne vetëm atë kemi aeroport ndërkombëtar, është një mënyrë, por nuk është se ka kaq trafik dhe fluks fluturime, kështu që në këtë sens e them. Kjo është e pamjaftueshme. Më herët, në jetën politike të vendit do duhej që të kishim një interpelancë me qeverinë, me ministrin e brendshëm dhe me autoritetet për të bërë një skaner të situatës, për të dhënë statistika reale se sa janë ato në muaj, sa janë në javë, dhe për të krijuar një perceptim më të drejtë institucional për këtë situatë. Kjo gjë nuk ndodh edhe sot e kësaj dite. Fatkeqësisht, edhe zërat e opozitarizmit nuk e kërkojnë një gjë të tillë. Në Britaninë e Madhe, nëse do të kishte vetëm 1% të këtij fenomeni për britanikët, jo seancë të posaçme, jo interpelancë, por ne dim shumë mirë se sa mocione do të organizoheshin brenda dhomave të parlamentit për këtë çështje. Tani problemi, mendoj unë, ka një qasje tjetër. Këtu duhet të shohim, dhe kjo nuk është investiguar, fatkeqësisht as nga britanikës dhe as nga pala jo, se cila ka qenë ngasja e parë që e krijoi në mënyrë kaq potencial fluksin e egzilimit të shqiptarëve në mënyrën e përngjashme me atë të viteve 90. Dhe arsyet cilat janë? Unë mendoj se këtu kemi implikime shumë komplekse, implikime të strukturave të trafikimit ndërkombëtar, implikime të strukturave të krimit të organizuar që kërkojnë të shfrytëzojnë krahun e lirë për dhomat e barit që thoni ju, apo për shtëpitë e barit. Po sa janë ato më avokat, Sandri më fal. Sa janë ato më Sandri? Sikur të ketë 10.000 shtëpia bari, nuk ka nevojë për 10.000 punëtor. Atëre, nga raportimet, dikush është atje brenda. Po them unë. Nuk është nga raportimet e gazetarëve. Ato janë raportime, më fal se të ndërpres, kështu se në sofër lejohen. Atëherë, ka raportime nga media këtu, po është media dashakeqe e shqiptar, kundër shqiptarëve. Sepse nuk më merr mendja mua apo jo avokat. Këto djem nuk shkojnë gjithë në shtëpia bari. Këto janë njerëz që shkojnë të punojnë sepse ka nevojë për fuqi punëtore dhe marrin më shumë lek.
Këto janë njerëz që vinë për 1 milion arsye, po nuk janë. Faktikisht 1%, 2% mund të jenë. Ligji për edhe konventa evropiane kundër trafikimit dhe ligji i Britanisë për kundër trafikimit qenie njerëzore duhet kishte absolutisht në thelb mbrojtjen, çlirimin e viktimave të këtyre kriminalëve që i marrin këta punëtori, përdorin si sklever për përfitimet e tyre kriminale. Dhe qeveria britanike duhet bëjë një gjë të tillë që të ofrojë mbrojtje atyre viktimave që bashkëpunojnë me drejtësinë, atyre viktimave që janë marrë kundër dëshirës tyre nga Shqipëria ndoshta trafikuar për në Britani për arsye të ndryshme dhe që mund të kërcënohen nga elementet kriminal se në qoftë se flasin do të ndodhë kjo ose ajo. Ligji i skllavërisë moderne kishte eksakt të qëllim dhe nuk duhet harrojmë kurrë se kjo është primare për Britaninë. Mbrojtja e viktimave të trafikimit, siç e tha edhe dje ish kryeministja britanike Theresa May, duhet të bëjmë një dallim mes atyre që akuzojnë dhe atyre që e meritojnë me të vërtetë mbrojtjen nga ky ligj. Na fal Çana se të ndërprem. Jo, ne jemi komplementar në bisedë, ne nuk të njëjtë gjë po themi. Edhe unë atë druaj, që them që nga kjo situatë përgjithsisht përfitojnë 3 kategori. Kategoria e parë janë trafikantët ndërkombëtar dhe rajonal, sepse ata kanë vendosur pikat e kontaktit të personave që kanë nevojë për të vazhduar dhe që e mbajnë të pandriçuar rrugën nëpër të cilën kalojnë me aq shumë rrisje dhe rrezique për jetën. E dyta, kategoria e dytë janë personat që unë duhet besoj se janë të përfshirë në strukturat e policive kufitare, jo vetëm midis Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe, por edhe vetë Francës nga kalojnë ata. Ju mendoni se policia kufitare e vendeve në cilën kalojnë ata nuk e kuptojnë se çfarë destinacioni kanë këto vala njerëzish? Jo. E dyta, janë shërbimet inteligjente, të cilat e monitorojnë situatën e trafikimit dhe kryesisht të trafikimit të qenieve njerëzore. Për këtë ka raporte. Shqipëria nuk përfshihet ndër vendet me kuotën në rënje për çështjen e trafiqeve të qenieve njerëzore. Përkundrazi, autoritetet e organizmat ndërkombëtare pothuajse në vitet e fundit, duke përfshirë të 2 llojet e qeverisjes, dhe qeverisjen demokrate dhe qeverisjen e tanishme socialiste, e kanë lëvduar Shqipërinë për punën që bëhet për sa i përket ndërprerjes së atyre që quhen linjat e trafikimit të qenieve njerëzore. Këtu kam përshtypjen se kemi të bëjmë me një problem i cili nuk është ndriçuar tërësisht, edhe nga pala e Britanisë. Vërtet është krijuar terreni për shkak të daljes nga Europa ose nga Brexit që Britania dhe në kushtet e saj për nevojën e pasjes së fuqisë punëtore dhe kryesisht të fuqisë energjike dhe rinore punëtore, se përgjithsisht janë masa e rinisë që emigron dhe që përfshihet në këtë valë refugjimi. Nuk janë kategoritë e maturuara të shoqërisë. Dhe ky është një problem që edhe në pikpamjen antroposociale duhet studiuar ne asnjë nga institucionet. Dhe e dyta, nëse ekziston vakumi për vende të lira pune në Britani, pse nuk negociohet midis 2 shteteve përmes zyrave të punës? Se as pala britanike dhe aq më kej kjo pala jon nuk e ka negociuar për thënë që po, nëse ju keni vende dhe treg të lirë pune, ne ju a kompensojmë me këto dhe në mënyrë zyrtare dhe në marrëdhënie reciproke negociohet dhe krijohen planifikimet e transferimit të fuqisë punëtore. Por kjo nuk bëhet, dhe kjo është një përgjegjësi si e shtetit tonë, por edhe shtetit ofertues. Po jo më pse Anglia ka fajin pse Shqipëria nuk ka projekte, pse nuk ka kërkesa. Anglia s'mund i thotë Shqipërisë aman hajde mbjer punëtor dje. Më fal, mos më keq kupto, unë thash shteti jonë ka përgjegjësinë absolute. Zyrat e punës duhet të negocionin përmes ministrive respektive, Ministrisë së Jashtme britanike dhe Ministrisë që mbulon çështjet sociale, dhe nëse ky ekziston treg i lirë pune, ne kemi këto ofertë të fuqisë punëtore. Dhe kjo nuk do të kishte më këtë dimension të rrezikshmërisë sociale, të rritjes së krimit, të përfitimit prej trafiqeve, aseteve kriminale të siguruara nga trafikimi etj. Pra këtë po them, unë nuk po them se po bëj mënyra avokat për të shtuar në atë, sa për të shtuar në ajo, do të thosha që ligji aktual në Britani, sistemi pikë point-based system që quhet, është një model që përshtatet Australisë, do të thotë që nëse një shqiptar, qytetar shtetas i Shqipërisë dëshiron që të vinë Britani dhe të punojë, në radhë parë
duhet të gjejë një kompani e cila ka një licencë nga Ministria e Brendshme për ta punësuar të huajt, dhe radhë dytë, punëdhënësi që do ta marrë punëtorin nga Shqipëria, duhet të provojë autoritetet britanike një radhë parë që personi ka kualifikimet e duhura që nuk gjenden në Britani, dhe dyta, ajo punë që i ofrohet nuk mund dhe nuk ka dëshirë ta marrë asnjë person në Britani. Domethënë për mua është sikur të kalosh malin e korabit më këmbë, ose aq më lart në një mal tjetër më lart. Domethënë barriera vendosur nga qeveria britanike është aq e lartë sa një numër jashtëzakonisht i vogël edhe të shkolluarve shqiptar e kalojnë atë barrierë. Që do të thotë që njerëzit fatkeqësisht kur nuk ka mënyra ligjore, ndoshta kajherë edhe ndjekin ose shohin një vakuum, një mënyrë tjetër dhe mund të abuzojnë me atë. Qeveria britanike, qeveria shqiptare, jam dakord me zotin Qipa, qeveria shqiptare kur jep, duhet edhe diskutoj edhe me qeverinë britanike, thotë ç'a do marr unë, ç'a do marrin qytetarët e mi. Ç'a do marrin qytetarët e mi, jo ç'a do marr unë. Besoj që është edhe padyshim një problem shumë i madh. Me që jemi në mbyllje të pjesës parë, unë doja një mesazh nga ju për ata që mund të kenë probleme me largimin nga Mbretëria e Bashkuar. Pra si ato janë të palishëm natyrisht, kanë ardhur palishëm dhe do të deportohen. Çfarë mund të bëjnë? Kanë ndonjë hapësirë? Në radhë parë, ta sqaroj, e kam sqaruar shumë herë, sqaroj përsëri, të deportohesh nga Britania do të thosh ti je kriminal i dënuar nga gjykatat britanike. Largimi është tjetër fjalë, largimi, deportimi është për kriminalët. Shumë qartë. Në radhë dytë, në qoftë se një person ka arsye të forta dhe evidenca, prova që vërtetojnë që jeta e tij është rrezik Shqipëri, Konventa e Kombeve të Bashkuara për refugjatët, Konventa e Gjenevës e vitit 1951 parashikon që një person që kërkon azil se jeta e tij është rrezik dhe shteti nga vjen as ka dëshirë, as nuk mundet ta mbrojë, atëherë mund të kërkoj azil, por azili nuk kërkohet. Nuk mund të kërkosh azil ti se ka marrë për të punuar, nuk mund të kërkosh azil se më shpri shtëpia, nuk mund të kërkosh azil ti sepse nuk mund të jetoj në X qytet të Shqipërisë, sepse pagat janë të ulta. Fatkeqësisht në situata të tilla shqiptarët mund të përballen me largim padyshim nga Britania. Dhe shumë e vështirë që të kenë mbrojtje ligjore në situata të tilla sepse për vizat ligjore në Britani nuk e lejojnë një gjë të tillë. Okej. Unë dua t'ju falenderoj të dyve dhe të bëjmë 5 minuta pushim. Unë do vazhdoj me zotin Qipa për të përkujtuar poetin e mrekullueshëm ndar nga jeta, zotin Arben Duka. Faleminderit Ardi. Dhe ndërkohë dua të falenderoj avokatin Naim. Avokat, dua të falenderoj sinqerisht sepse je numër 1. Por unë besoj që do ta bëjmë një bisedë së bashku për këtë temë, vetëm unë e ti këtu në studio, edhe do të marrim telefonata nga njerëzit, sepse unë kam pasur shumë kërkesa sot për të ditur më tepër. Kupton, ne morëm vesh që atje është vetëm një shqiptar, ai djali Denisi, dhe na vjen shumë mirë që është mirë me shëndet. Të siguroj që edhe telefoni im s'ka pushuar sot gjithë ditën. Po. Kështu që tani probleme të tjera do kenë shqiptarët që do përpiqen shteti anglez t'i largojë, dhe ata besoj zyrën tuaj e kanë të hapur gjithmonë. Edhe ne këtu na kanë, nëse kanë ndonjë problem që mund ta adresojmë. Mirë pra. Faleminderit shumë, është një problem kompleks dhe do zoti të gjejë zgjidhje sa më parë. Po. Mirë pra, kthehemi mas 5 minutash, mos u largoni. Faleminderit. Bar Restorant La Barca, me një eksperiencë 20 vjeçare. Restorant La Barca është një nga restorantet e para me kuzhinë tradicionale shqiptare në Londër. Në pronësi të bashkëdhetarit Erjan Çela, Restorant La Barca ka pasur kënaqësi të ketë shërbyer komunitetit shqiptar në pronotime të ndryshme, si në ditëlindje, fejesa apo festat e fundvitit.
I ndodhur vetëm pak metra larg stadiumit Tottenham në Londër, mund të na kontaktoni për çdo rezervim në numrin 077 47 030 407 ose 02 088 85 51 77. Ju mirëpresim. Shtëpia është aty, ku zemra rreh, aty ku më presin sy të gëzuar me padurim, çdo herë që kthehem në vendin tim. Largimi është gjithmonë i vështirë, ndaj sigurohem të jem aty në ditët më të rëndësishme për ta. Me EasyPay dhe Ria Money Transfer, unë dërgoj para me tarifat më të lira kudo në Shqipëri. Daja, po ti s'do vish për diklinën time? Nuk mund të vi dot sot, por të kam sjell një surprizë që do të pëlqej shumë. Nuk ka gjë më të bukur se sa të gëzosh njerëzit e tu më të dashur. EasyPay dhe Ria Money Transfer dërgojnë para aty ku vërtet ka rëndësi. Mirë se vini te Oliver Hasani Solicitors. Unë jam Naim Hasani, avokati i gjykatës supreme të Anglisë dhe Walesit. Zyra jon operon që nga viti 2012 dhe ofron shërbime të ndryshme që kanë bëjnë me azilin, gjithashtu ofrojmë shërbime për çështje të drejtave të njerëzit dhe të drejtës publike. Por edhe ato që është çështja më delikate, ajo e heqjes apo e mbajtjes së shtetësisë britanike. Stafi i zyrës tonë është një staf tërësisht i kualifikuar dhe i akredituar pranë Ministrisë së Drejtësisë britanike. Në zyrën tonë ju flisni shqip, me mua, Naim Hasanin dhe gjithë stafin tim. Bar Restorant La Barca, me një eksperiencë 20 vjeçare. Restorant La Barca është një nga restorantet e para me kuzhinë tradicionale shqiptare në Londër. Në pronësi të bashkëdhetarit Erjan Çela, Restorant La Barca ka pasur kënaqësi të ketë shërbyer komunitetit shqiptar në pronotime të ndryshme, si në ditëlindje, fejesa apo festat e fundvitit. I ndodhur vetëm pak metra larg stadiumit Tottenham në Londër, mund të na kontaktoni për çdo rezervim në numrin 077 47 030 407 ose 02 088 85 51 77. Ju mirëpresim. Shtëpia është aty, ku zemra rreh, aty ku më presin sy të gëzuar me padurim, çdo herë që kthehem në vendin tim. Largimi është gjithmonë i vështirë, ndaj sigurohem të jem aty në ditët më të rëndësishme për ta. Me EasyPay dhe Ria Money Transfer, unë dërgoj para me tarifat më të lira kudo në Shqipëri. Daja, po ti s'do vish për diklinën time? Nuk mund të vi dot sot, por të kam sjell një surprizë që do të pëlqej shumë. Nuk ka gjë më të bukur se sa të gëzosh njerëzit e tu më të dashur. EasyPay dhe Ria Money Transfer dërgojnë para aty ku vërtet ka rëndësi. Çdo femër dëshiron të duket dhe të ndihet bukur, dhe në kohët e sotme është shumë e thjeshtë. Përmes teknologjisë me ftohje Cool Sculpting, largojmë dhami në mënyrë efikase të shpejtë dhe pa ndërhyrje kirurgjike. Në Swiss Medical and Health Center, për lëkurë të balansuar të fytyrës me tretmane dermatologjike të specializuara. Raylife është përgjigjja e vetme për luftën ndaj celulitit, duke tonifikuar dhe lumua lëkurën. Mundëson trajtime me radiofrekuencë, valë akustike dhe IPL, për vitalizim dhe freski të lëkurës tuaj, për trajtim të kapilarëve të gjakut dhe eliminimin e përhershëm të qimeve përmes teknologjisë me laser. Në Swiss Medical and Health Center, në Swiss Diamond Hotel Prishtina.
Mirë se vini te Oliver Hasani Solicitors. Unë jam Naim Hasani, avokati i Gjykatës Supreme të Anglisë dhe Walesit. Zyra jonë operon që nga viti 2012 dhe ofron shërbime të ndryshme që kanë bëjnë me azilin, gjithashtu ofrojmë shërbime për çështje të drejtave të njerëzit dhe të drejtës publike. Por edhe ato që është çështja më delikate, ajo e heqjes apo e mbajtjes së shtetësisë britanike. Stafi i zyrës tonë është një staf tërësisht i kualifikuar dhe i akredituar pranë Ministrisë së Drejtësisë britanike. Në zyrën tonë ju flisni shqip. Me mua, Naim Hasanin dhe gjithë stafin tim. Ja ku u kthyem, shpresoj që ta kem akoma Sandri. Sandri, e bukur biseda pjesën e parë, më pëlqeu. Është një temë e gjatë, është një temë që ha diskutim nga të gjitha anët. Problemi është që ne vazhdojmë të mbetemi duke kaluar detin për të fituar jetën. Dikur me Italin, e fillua me Greqin, pastaj me Italin, tani kemi dalë deri në La Manche. Dhe shpresoj që viktimat mos jenë njerëzore më, po t'jenë humbje kolaterale, po jo njerëzore. Le të kthehemi tek miku jon Arben Duka. Sot mbushet një vit nga ndarja e tij nga jeta. Unë nuk mund atje, unë e kisha shumë mik, edhe ti e kisha shumë mik. Ai ishte i smur dhe shteti shqiptar nuk e ndihmoi asnjëherë, edhe pse ai kishte kontributet të jashtëzakonshme. Ai ishte i mirë i tjerëve dhe i ziu vetes. E harroi veten e tij, e la pa ndihmë, pa mjekime. Sandri, mund na flasësh çik më gjatë për Benin? Faleminderit. Është më shumë se sa një vjetor i ndarjes nga jeta i poetit Arben Duka, është 65 vjetor i ditëlindjes së tij. Po, ishte para ca ditësh, më fal se e harrova. Është një aritmetik e cila na sjell në vëmendje sa ai iku në një moshë të re, kur kishte ende shumë për të dhënë për letërsinë, dhe në mënyrë të veçantë kishte shumë për të dhënë për tekstet dhe këngën shqipe në përgjithësi dhe kryesisht atë të lehtën në mënyrë të veçantë. Arben Duka ishte një lirik i lindur nga natyra, i cili nuk e mbajti fatin e të qenit vetëm i lindur nga natyra, thjesht si një dukje, por e pasuroi më tej duke sjell libra të rinj dhe duke shumuar tekstet e këngëve të cilat jo vetëm i hanin në hapësirën kombëtare, por krijonin risi në të gjithë trashëgiminë dhe në arkivën e këngës së lehtë shqiptare. Arben ishte një poet i të gjitha zhanreve. Ai nuk lëvroi vetëm poezinë lirike, që në mënyrën më masive u njoh si poeti i dashurisë. Ai lëvroi pothuajse të gjitha nën zhanret e poezisë, duke filluar me baladat, duke vazhduar me poezinë epike, me poemat, me poezinë satirike, me nën zhanret e tjera të poezisë filozofike ku përfshiheshin sentencat, maksimat, epigramet e shumë gjëra të tjera. Madje duhet ta them, epigramet e tij janë madhështore. Madje në 2-3 librat e fundit u duk sikur edhe për shkak të maturitetit të tij njerëzor, në shumë prej botimeve të fundit ai u shqua si një poet epigramatist i lindur, i natyrshëm, që mishëronte jo vetëm thelbin dhe peshën specifike të filozofisë klasike, por e mishëronte atë në tekstin dhe në hapësirën shkrimore të tij si një produkt të mendjes vetjake dhe të logjikës dhe arsyetimeve vetjake. Ishte një poet me deduksione të fuqishme filozofike. Në shumicën e rasteve, dhe përfshi edhe në librin e fundit që sapo ka dalë, Shikohënën, ai ka përcen edhe atë qasjen e njohur midis filozofisë
po e themi si mendim filozofik dhe filozofisë teologjike. Në shumë prej poezive të librit të fundit, I cili më pëlqefi që është ekspozuar edhe në ekranin tuaj, pra Shikohënën, Arbeni shfaqet si një poet I Rubairës, si një poet që ka një peshë fuqishme specifike edhe arsyetimi që buron prej analizës dhe recencës interpretuese të teksteve teologjike dhe të librave të shenjtë në atë që quhet shosha e arsyetimit filozofik të autorit. Kto janë, besoj, një nga arisitë që ai ofron përmes librit të fundit Shikohënën. Por Beni në të njëjtën kohë, me rastin e 65 vjetorit ju I bët një promovim në Muzeun Historik Kombëtar. Si shkoi promovimi? Ishte një aktivitet jashtëzakonisht mbreslënës, se kishte përfaqësues dhe miq të Arbenit nga të gjitha moshat. Edhe pse aktiviteti u organizua nga Komiteti I Veteranëve, për cilët ai në emër të shtyllës morale dhe të trashëgimisë si një bir I një luftëtari të luftës së dytë botërore, jo vetëm që I respektoi gjatë gjithë jetës veteranët dhe kryesisht luftëtarët e betejës nacional shërimtare, dhe jo nga pikpamja e nostalgjizmit, por nga pikpamja e një intelektuali të klasit I cili kishte një drejtpeshim dhe një gravitet të fuqishëm ndaj shtyllave dhe vlerave dhe referencave morale të shoqërisë njerëzore. Ai I atakoi në shumicën e rasteve palët politike të luftës së dytë botërore, jo vetëm në mënyrë, po them siç u interpretua rëndom, militanteske, por në mënyrë qytetareske, dhe këtë gjë e bëri sikundër e bën edhe figurat e shquara të letërsisë botërore dhe asaj rajonale në vitet 40 deri në 50-ën. A nuk mbajti të njëjtin qëndrim Italo Calvino në Itali në raport me luftën e dytë botërore? Po, të njëjtin qëndrim. Por nuk po them pastaj për letërsinë dhe autorët e letërsisë shqipe kryesisht të viteve 40. Pra, ishte një qasje që më së shumë buroi nga pozicionimi karakterial dhe moral I tij, dhe jo nga një shtytim nostalgjik apo indoktrinar. Sepse Beni ishte njeri që shpesh në gjithë karrierën dhe biografinë vetjake të tij u karakterizua nga qëndrime kontrapedale. Në vitin 1991, Beni ishte I pari që përkrau demokracinë dhe tubimet e lira qytetare në metropol të vendit, në Tiranë dhe në qytete tjera. Por kur pase po sillej me një qasje gati nihiliste, u duk si kur kaloi në kahun tjetër për një moment, kryesisht në 92-shin. Dhe në 96-97 Beni ishte një qytetar I angazhuar, I cili nuk angazhoi vetëm thjesht me polemikën e tij politike dhe publicistike, por edhe me sjelljen qytetare të aktivistit. Dhe për këtë arsye ai mori riskje dhe sakrifikoi shumë në jetë. Beni u ndëshkua nga sjelljet dhe rebelizmat e veta në mënyrën sociale të fjalës dhe në mënyrë ekonomike. Ju e përmendët qysh të fillim që ai aq sa ju përkushtua letërsisë, artit dhe kryesisht këngës, sa neglizhoi fatin individual dhe fatin shëndetësor të vetvetes. Për këtë arsye më shumë se 20 vjet Beni jetoi në një lëngat, dhimbjesh të tmerrshme në trupin e tij dhe në organet e brendshme të tij. Për këtë arsye ai vuajti jo vetëm si një poet, por vuajti si një qytetar, vuajti si një artist dhe vuajti më së shumti si një europianist. Se Beni ishte njeri që në vitet e zymta të diktaturës, kryesisht në vitet 80, kishte një evidentim shques si një djalë, një I ri trendi. Edhe pse ishte në uniformën e oficerit të shërbimit ushtarak në vend. Ju takoheshit shpesh Gjoka, Saraboja? Unë jam rritur në shtëpinë, unë kam qenë adoleshent në atë periudhë dhe shifja se si Beni bënte diferencën me të gjithë intelektualët, me të gjithë poetët dhe shkrimtarët, po e themi trendit të Tiranës së asaj kohëshme. Edhe në shkollën Skënderbej, ne ishim shkollë Skënderbej, ai ishte në shkollë bashkuar, edhe atje bënte diferencën. Bënte diferencën. Dhe Beni ishte njeri anti-tabu, nuk karakterizoi nga dogmatizmi, nga nostalgjia, le themi, doktrinare apo ideologjike. Beni ishte njeri që I thyente këto tabu dhe këto kufi, sillej në mënyrë shpërfillse. Shpesh kishte qasje afruese me artistët më të famshëm të Shqipërisë, me kompozitorët më elegant
dhe që lanë fondin e artë të muzikës dhe të këngës shqipe. Nga ana tjetër, Beni ishte avanguardist në disa sjellje dhe në disa qëndrime, dhe nuk ishte ai klasiku që ne e kemi njohur. Mirë po, në periudhën e tranzicionit postkomunist të Shqipëri, kur ndodhi ajo që ne shpesh e quajmë si një vrasje e vlerave morale, e shembjes së tabuve pozitive të familjes dhe të klasicizmit familjar, e shumë Beni nuk bëgje tjetër veç se i solli në vëmendje, qëndroi besnik ndaj tyre, ruajti trashëgiminë, besnikërinë ndaj identitetit, ndaj traditës, ndaj pasurisë, ndaj historisë kombëtare. Dhe në këtë pikpamje Beni mori një dimension të intelektualit kombëtarist. Shumë prej teksteve të tij janë hymne të ndjenjës së brendshme kombëtare për Shqipërinë e sotme dhe kryesisht për masat e reja. Edhe hymni policisë, mos gabojmë, mban tekstin e tij. Është teksti i Arben Dugës. Jo vetëm ai, Beni kishte një talent të muzikimit të fjalës. Shumë prej kompozitorëve të famshëm që kanë qenë bashkëpunëtor me të, duke filluar që nga Gim Krajka, që nga Vladimir Kotani, Luan Zhegu, kompania. Luan Zhegu, tek autorë të tjerë dhe kompozitorë të tjerë, e thonë publikisht që Beni shpesh ishte përcaktues i linjës muzikore të këngëve të cilat kornin sukses dhe renditeshin. Të ndërpres pak. Ti e din se ke qenë dhe me mua aty, po ti shkoje shpesh te klubi kur ishte Beni, aty është një foto që e kam bërë unë, duket. Ai ulesh atje, priste popullin, po pa limite dhe pa njohje fare. Shkonin dhe i kërkonin ndere. Dhe ai merrte atë telefonin e vet, atë të patatineve, atë Nokia e vogël, e merrte dhe nxirte atë, bënte numra, lajmëronte njerëz në telefon, thoshte shiko se është një mik, ma mbaro çik të punë të hall që ka ky, me fjalë pa njohur fare ata. Pastaj po në atë lokal vinte Luan Zhegu, Kozma Dushi, kompozitorë të tjerë, e kujtim Prodani Rahmet pas dhe i shkrece dhe iku, dhe i kërkonin tekstet ose uleshin bashkë aktuesh me pranverë, sa çifti bukur, sa familje mrekullueshme. Dhe ai aty shkruante tekstet e ditës që shkonin tek gazeta Dita, aty bënte dhe korrigjimet teksteve të këngëve. Ata uleshin aty dhe aty i rregullonin, doja dilja ke ajo pjesa që theti që i bënte në çast aty në moment. I rregullonin këngët së bashku. Adaptonte tekstin sipas muzikës që kishte bërë kompozitori. Duhet ta themi që ishte jo më kote thot dhe Agim Doçi thot ishte mbreti i teksteve të këngëve. Është vërtet, ishte një autor, ishte një talent i lindur, natyral. Është bi 10 këngëtar të cilët mbajnë sot, le të themi, të ndezur gjithë pasurinë dhe fonotekën e këngës shqipe, kanë qenë bashkëpunëtor dhe kanë futur në fondin dhe repertorin e tyre tekstet e Arben Dugës. Dhe kjo jo vetëm në poezinë dhe në këngën e lehtë, por edhe në këngën tradicionale qytetare, edhe në këngën popullore, edhe në polifoninë shqiptare. Beni ka lënë perla të cilat do të mbeten dhe janë pjesë e jetëgjatësisë së këngës shqiptare në përgjithësi, me të gjithë zhanret dhe me të gjithë modulet e saj, qoftë qytetare, qoftë popullore, qoftë klasike e tjerë e tjerë. Unë kisha 3 vjetë pa e takuar, fola në telefon, para se të diste. Dhe unë shkoja shpesh, hedoja fort atë njeri, sepse dhe ai u përpoj shumë për mua. Kur kisha hallun, ai ashu i smur me këmbë, ashu ka ardhur nga takuar kudo që ndodhesha, edhe në spitalin e IPV-s të Tiranës. Dhe ai ishte i smur, ti e din shumë mirë, pinte ilaçe për dhimbje, për të hequr dhimbjet që kishte. Dhe unë dje përkujtova me ca vargjet shkurtra që ai kishte shkruar për veten e tij, epitaf për vete. Të gjitha kurs mund të thuan në pllak të varrit për njerinë. Ndaj unë kam lënë që të më shkruen, jetoj dhe vdiq për dashurinë. Unë kisha mall, Sandër, kisha mall dhe prandaj e doja këtë, nuk mund atë isha atje për 65 vjetorin e tij,
nuk mund ati isha kur vdiq, nuk mund ati isha gjallë ta ndihmoja sa mundesha. Dhe doja ta përkujtonim bashkë si dy miq të mirë këtë shok që unë kam quajtur poeti kombëtar dhe dikush ma kundërshtoi. A mund të quhet Arben Duka poeti kombëtar? Natyrisht, po, përgjigja është pa ekuivok, sepse Beni është poeti kombëtar i këngës shqipe, është poeti kombëtar i polifonisë shqiptare, është poeti kombëtar i lirikës shqiptare dhe është poeti kombëtar i poezisë polemistike dhe i poezisë satirike shqiptare. Bravo. Dhe këto cilësi, gjitha këto enumerime, ne i hasim tek poetët klasik kombëtar, duke filluar që nga Atë Gjertishta, duke vazhduar me Naim Frashërin edhe me autorë të tjerë. Beni e ka një fond të tillë të pasur, e cila mund të renditet pa droje në të gjitha antologjitë e poezisë përfaqësuese shqiptare në të gjitha kohët. Pra është detyra e institucioneve tani që ta ngrënë emrin e tij në vendin që meriton. Është momenti dhe kryesisht institucionet që merren me kujdesin dhe me botimet e letërsisë shqipe të mund të përgatisin kolanën e poezisë së zgjedhur të Arben Dukës. Është një autor që ka tipologjinë e vet, ka materien e mjaftueshme tipologjike dhe pasurinë, le të themi, letrare, e cila përmes një politike dhe rigoroziteti redaktorial selektues mund të renditet ndër më të veçantat dhe në kolanën e autorëve të zgjedhur të letërsisë shqipe në përgjithësi. Sander, unë duhet të falenderoj nga zemra që ishe sot me mua. Unë ju falenderoj për mundësinë dhe kryesisht për këtë homazh që bëni për poetin Arben Duka. Unë nuk mund ta vazhdoj dot, mos jam shumë emocionuar. Faleminderit. Të dashur miq, e mbyllim dhe këtë bisedë sonte. Isha me avokatin Naim Hasanin në pjesën e parë dhe kryetarin e Unionit Gazetarëve të Shqipërisë, zotin Aleksandër Qipa, me cilin vazhdova bisedën për poetin e ndjer Arben Duka. Besoj se së bashku do shihemi para Krishtlindjeve. Unë kam bërë ndërmend të bëjmë një rezume të ngjarjeve të vitit dhe të marrim në një përshëndetje nga figurat të njohura shqiptare. Deri atëherë, mirupafshim së bashku.